Allah vi deka 100 herë më ka thënë, vi deka në datë. Po Allah ku i djali, po Allah ku i bre. Mu këshin datë qërap. E thera sa të vërët. Kërë kom po. Kërë kom po. A shobana me 2 dekë. Sakrifica më e madhe që e kom bo është... Rene Kypi se fajmë duket se i shoshëron gjithë kohës krejt njerëzit që punojnë në media, që janë pjesë të televizionit, sepse gjithmonë ka shumë pak kohë për familjarët e tyne. Edhe keni farë periudhe shumë e rëndë për mu se edhe tash gjatë 2024 të s'kom pas shumë momente të rana. Çdo ditë na jemi konë tu prit çka po ndodh. Na ka përqafu të dëve. Mirë po, unë veç që kam këthy kokën më roa pa e kom pa bashkë shumë. Përshëndetje gjithëve, mirë se po takohemi në emisionin Zgjohu, këtu në Infokos me të tjera histori emocionuese, frymëzuese, lajme ekskluzive e shumë këshilla. Jam shumë e lumtur që emisionin do e filloj me një nga aktorët më të dashur të publikut shqiptar, i cili për një periudhë shumë të shkurtër i fitoi zemrat të gjithëve. Sonte me mua në studio Arjanet Hoti. Arjanet, faleminderit shumë që pranove ftesën, ti je pjesë e emisionit Zgjohu. Faleminderit, është kënaqësi. Arjanet, po nisim prej periudhës së fëmirisë. Si e kujton atë kohë? Unë tash kur e menoj çfarë fëmijë e kanë fëmija sotit, unë për një nina krenare dhe nina shumë mirë çfarë fëmijë e kum pas. Normalisht jo me këto kushte çysh i kanë sa të ose që i ka djali jam ose çfarë di në gjeneratat e reja. Normalisht një fëmijë me kushtet ekonomike shumë të vështira, por që pikërisht ato kushte, mendoj që neve na kanë bo këta që jemi, na kanë bo një gjenerat më të fortë, një gjenerat që jeta na ka imponu për më konë më të gjinshëm, më konë më punëtor, më kreativ, më gjithçka. Edhe kanë qenë më të lumtur më duket gjithë fëmijët, se kanë shumë më shumë momente, gjatë gjithë kohës kanë qenë në lagje, duke lujtë, po e vërtet, vetëm me teknologji më duket. Aja nuk diskutohet, domethënë unë e di, kur kom marrë për shkollës, e kom gjujt çantën, edhe dë bëk shpejt, domethënë që ka qëllu atë nuk kom pas ku me prit me bon, që ka qëllu shpejt edhe jashtë deri ka ra terrin tokë, edhe ka ra terrin tokë, domethënë dhe ka ora 10, po flasë për verës, kryesisht, dhe ka ora 10, nështë edhe 11, po flasë si fëmijë 10-11 vjetë. Jo ma i malë, po deri në qatë morë, na jena konë jashtë, vazhdimisht të lujtë, të në kohën të lujtë. Po... që ka qenë një kohë e artë, ajo periodë. Edhe në menaj ashtu, menaj që na nështë jena për gjeneratave të fundit që e kena përjetu. Tash gjenerata reja më nuk janë ashtu. Edhe të na janë nisi ka pak më prish, sidomos ka shkolla e mesme, janë nisi me hi Messengeri, u kanë do farë tripa, po nuk u kanë kompjuteri prapë se prapë nuk u kanë si sot telefoni, se kompjuter s'ke mujt me najt gjatë gjithë kohës, po me najt që telefoni sot sa është i dobishëm është edhe i damshëm. Mirë, po periudha kur fillove me zbulu talentën tënd, Arjanet në aktrim, në cilën mosh? Qatë ditë që këm lindë. Apo? Une aktrimin e hundasht bagi mati. Për tha mati, për një me mati, nashta ka ndiku edhe familjar kun pas që janë marrë me këtë punë, jo familjar të familjes ngusht, po pak më të lartë. Edhe nashta ata kanë qenë një lloj inspirimi për mu. Po unë e di, domethënë qysh si fëmijë po flas 5 vjet. Unë hala nuk e moj men. Tash nuk e moj men, po qysh më thojnë në shtëpis, kur i kam pasur 4 vjet e gjys, 5, unë më thonë më bë artist, hoxha dhe këngëtar. Domethënë 3 vjet. Normalisht tani kur ja kam nis me ditë më shumë, sidomos më thonë më pi klasës të 4, 5. Atë veç që kam ditë dhe kam pasur ëndër që më bë aktor. Edhe
u bona. I mban mend ato fillimet për me u kyç në aktrim, sa ka qenë e vështirë, sepse ka shumë të rinj që dojnë me u bë aktor, pa ato sfida që i hasin fillimet e tyre, sikur ndalen edhe hekin dorë prej andrave tyne. I mban ti mend sa kanë e vështirë arjenit për ty? Nuk u ka në vështirë, tash nuk e di nëse e ki fjalën për pak para se me hynë fakultet, për mu nuk u ka në vështirë, une ka dosh zote kom pas edhe një familje që nuk kanë qenë asnjëherë imponuse. Nuk kanë qenë imponuse në kuptimin shkën këtë drejtim ose në këtë drejtim. Ata në kanë lënë, këtë fëmijëve në kanë lënë zgjedhje të lirë. Pavarësisht që nuk në atë kohë nuk kena qëndruar shumë mirë financarisht, para se me hynë fakultet pa flas. Edhe kjo nuk ka ndikuar mas nej ëndra për aktrim që më shujtë ose diçka. Unë e kom pas edhe një fat tjetër, unë e kom pas gjoltezës Dardan Gashin. Okay. Hamdin, që ka shpisë që lunë tash. Edhe ai ka qenë një 3 vjet më i masone, edhe ai pa të hynë fakultet, edhe ne kom pas tani më atlet pak. Se jam shku prej vitit parë kur ka hyrë në fakultet, jam kon tani në shkollë të mesme. Unë kam shku me ta në fakultet, i kom pa qysh janë ligjërata, qysh janë provimet, qysh është pak ai ambient e atmosfera në fakultet, edhe nuk e kom pas shumë vështirë më kyç. Unë kur kam hyrë aty veç kom pas shok të mirë, të përfshi komplet klasën që ka qenë Dardani. Klasa ka qenë Graniti, Granituka, Gan Aslani. Grupa tash aktualisht. Po, tash, domthon, ata i një qysh pa hi unë në fakultet. Mirë, aktrimi është duket nga njëherë i lehtë. Njerëzit nuk e dinë sa puna shkon brapa skenë, sa sfida bëhen, sa sakrifica. Cila është sakrifica më e madhe disa që e ke bë në këtë profesion? Që thu... Sakrifica më e madhe që e kam bë është që nuk jam kanë prezent familje. Më me thonë që ka pas një kohë, sidomos të sezona e parë e serialit që është Shtëpia e Madhe, ku prej shtator, dhjetor, unë me thonë që nështë veç 20% të kohës ku mujtë me kalu me familje. Ka ndodhë me një javë ditë rresht, djalin e kom lanë flajt, edhe e kom gjetë flajt. Sot që ka pas rast kur në erë më ka thirë gruja, edhe djali e kom tukajt edhe kur më tërke tukajt me nëshën që vërdzua në sen, po jo, ju konë një mërzitun për mu, edhe shpesher edhe vetën e kom zonë të shku në 2 natës, në 3 natës për gjirime dhe e kom qu djallin për gjumit. Të e përqaf, edhe shmë janë i pak zonën. Kjo është sakrifica më e madhe në këtë profesion, që nuk je shumë prezent familje, fatkeqësisht. Po është i tillë sepse xhirimet janë për një me pa parashikueshme mas pare, nuk mund është mi parashiku, edhe dyta është skenarit me xhiru natën, do të me xhiru natën. Rene Kypi se fajmë duket se i shoshëron gjatë kohës krejt njerëzit që punojnë në media, që janë pjesë e televizionit, sepse gjithmonë kanë shumë pak kohë për familjarët e tyne. Po ndalemi pak tek vështirësitë e jetës. Sigurisht që njerëzit kur ju shohin sot që ju gëzoni një sukses që është zakonshëm, ata mendojnë që nuk keni pas vështirësi gjatë jetës së juve. Edhe pikërisht emisioni Zgjohje ka këtë synim ju tregu që edhe ju keni kaluar vështirësi, po që thjesht nuk keni dalë asnjëherë në jetë. Cila është sfida më e madhe Ariani që e ke pas në jetë? Që edhe sot kur e kujton thu për një mama si kom kalu që to në ma nuk kam e undal kur. Sepse ka një publik të tana të mbrapa që ka nevojë për motivim, inspirim edhe ndoshta e kanë po të njëjtën problematikë sikur juaj janë. Vështirësi, kështu ndoshta fizike, nuk është që kom pas, sepse puna nuk na kena vështirësi fizike dhe se çdo ditë, po ato nuk janë për mu përmen. Për këtij profesionit që mas shumë dhe mu më ka orë zërë dhe vazhdo në më orë zërë dhe është të në kohën që të njekë, është ajo ana psikologjike,
është emocionale. Për një menë menaj që është një profesion emocional, emocionus, në kuptimin t'jep emocione dhe të këqija dhe të mira. Është i ndishëm si profesion. Pse është i ndishëm si profesion? Sepse si aktor ti nuk i që ka me investu për mu ko maj mirë. Se që të fami që ta ka falë Zotit, që të së nëndran. Që të zohë që ma ka falë Zotit, që të së nëndran. Që të njërë që shmenaj, që ta ma ka falë Zotit nuk më i ndraj. Dhe mona nuk kena naj mjetë dhe qka që me investuem, o din me avancu. Të ndryshime, po. Edhe, unë kom pas faza njëtë, kur për shkak profesionit kom kalu gjendjet jëtë mira, pak të vështira, emocionale. Për shembull, kur kom diplomu në 2017, ose 2018, fillim 2018, po ligjëratat i përta kry, dhe më në fakultetin e kom kry 2017. Kalej një periudhë, u bon 2 vjetë, ku unë nuk isha hiq aktiv. Hiq aktiv. Dhe më në, jo që s'dej shane, po nuk më thërke kërkosh. Edhe, mas një viti e gjys, tani edhe martova në 2018, edhe ke një farë periudhë shumë e ranë për mu, se ja nisa me dyshua jam për shtu nësë jam. Se nëse jam për këtë punë, dikush më kështirë. Bele, deri që atë sa isha student, dhe që ako shpia më thërke si statist ka pak me lujtë, dhe role plëtsusa, përdër. Diplomova, që ako shpia nuk më thërke. Edhe ja nisa me dyshu, thash unë definitivt nuk e këna për këtë punë. Edhe ja nisa me menu seriozisht këtë punë, me menu që i do shumë pajtu me faktin që nashta edhe nuk je për këtë profesion. Do shumë pajtu me faktin që nashta do shumë e punu diçka tjetër. Po, nikoj pas 2 vite, dashti i Zoti, edhe u bona pjesë e serialit Shumë e Kënazi. Unë kërë një mba pjesë në ati serialit nuk është që kom pas, me thonë drejtën ambicje, qare ka pas sukses roli jam aty. Aty thjesht do kanë veç t'i shtikam dikon, veç t'jam pjesë e një projekti. U bona pjesë e një projektit, u bona njëni prej roleve më të dashtën aty. Edhe është kjo faza ku unal seriali FC Lata për shembull tash në 2023, fund 2023-s, edhe për një moment më të nalë një serial që i bona dikon 140 diçka epizoda, ku jera kryesor edhe ku për një me e gëzën një dashni. Vetëm do këtë e ke marrë atë hoven e audiencës të këfësirata, mas shumë të. Po. Edhe për një moment vjen të producentin që nuk e për vazhdojnë, ama ose s'po shoh interes. Nuk është që unë e ku menu këtë jetën me kalu me latën. Mirë po, të isha, për vishë edhe pak, bona gati, dy qysh vetës si të isha, vishë edhe pak që ishë vazhdu të shka bo gati, po që ki mu bo gati, Po, keni një periudhë tani mas një 2024 dhe 2024 më mu, nuk u konë prej viteve që isha pos qef më ndodhë prapë. Unë e meta definitivisht i pa aktivizun. Edhe mas ne i vendosa me ble serialin FC Lata, kush e bleva, ja nisa me bo vetë, kështu nuk është që pat diçka mangu në anën e suksesin shikueshmëri, po nuk disha me gjetë sponsora, nuk disha me full me sponsora, edhe i pata bonja 11 epizoda, veç unë e di që i kom pas bo ato 11 epizoda, po unë i kom pas kolekt që kanë lujtë e FC Lata, shumicën prej tyre jam kanë në fakultet bashkë me ta. Kështu që shfrytëzoj rastin tash me i falendru ata aktorë që më kanë ardhur 11 epizoda në pa pagesë, vetëm me vazhdu projekti mos më nalë FC Lata. Edhe ashtu ndodhet tani prej tetorit arrët me gjetë financat e me pas një stabilitet, edhe vendosëm me nalë një janar tash. Vendosëm me nalë me vetë dëshirë jo ma për shkak të financave, po me nalë me konstatum që i ka ardhë koha për më nalë.
2024 u konë për një meni një vetë shumë i vështirë për mu, që të revendosa me njës edhe shpinë e madhe. As të shtëpia e madhe nuk kum pas sponsora, nuk kum pas financa. Ato ka dosh zoti edhe ka jetë mirë seriali. Po, ka shumë audiencë të madhe. Edhe rrjetet sociale na kanë ndihmu shumë që për të minusi që të Albani. Po na vish ditë minusi, nuk më rëtëm ditë e kanopi. Shtëpia e madhe po duket që po ecë jashtëzakonisht mirë. Është një kas shumë i mirë dhe publiku e ka prit tepër misa që e kam pa edhe në përgjithshmëri njerëzit e kanë komentuar jashtëzakonisht shumë se çka po bëhet me këtë personazh, çish u bë, si e ke prit te, a ke prit që ka me pas këtë sukses? Jo, Sa këtë të konë sukses. ato frikat e tua në fillim për me nis këtë serial që është goxha një projekt i madh. Frikat janë konë shumë të mëdha sepse unë bësha diçka për herë të parë tati zhanri, dramë. Unë kisha bërë komedi më herët. Unë më kanë edhe pjesë edhe producent kryesorit të hetësia, të lata më veç që kom shkrujt vetë, e kom bërë vetë e kretë. Po të drama, pavarësisht që unë ma shumë e du drama se komedin, si aktor, po prapë se prapë ishtë diçka hala dhe e në treg. Nuk ish diçka që publiku ish mësu me ta. Se ndryshë është me qitë një komedi. Çdo ditë dalë një komedi të reja. Po drama jo. Unë prej serialit Rrusha e mo nuk u bo një serial i tillë. Kështu që kum pas frikë për një me shumë. Nuk e disha që shka më pranu të publiku. Aja kum qëllu me tema, si ja kum qëllu. Po, dashtë të zote edhe ka jetë mirë. Nuk e kum prit çka që mi qetë. Po, shqyqërësi... Tash në sezonën e dytë i kemi pa do ndryshime, tash duket me sa kam pa, i edhe ti aktor. Po. Edhe tash keni me fillu edhe me transmetim në një televizion në Kosovë, se atë janë këto risit që... Po, sezona e re na i na lansu një trailer, sezonës të reja dhe i kum po dokumenta aty, tash për përgjigjna këtu, që pas një ndryshu e pas një ndru tha aktorët, na nuk kena ndru aktor, na kena shtu aktor. Nuk e kena ndru në gjarjen e shtëpisë madhe, ngjarja e shtëpisë madhe vazhdan. Besoj që kena ndru senet të reja, po senet që menaj që janë të mira për serial. Për ngjarjen nuk është që kisha folë një sen më shumë. Po, është e vërtet që këtë sezon jam pak më aktiv se sa sezonën e parë. Nuk jam prej roleve që kanë shumë hapësirë, nuk më dashtë edhe vetë. Po, na e kena bo një marrëveshje me një medium me 28 mars, ditën e premte, del fillimisht në YouTube, të kanali i Truj Production, mas në i transmitohet edhe në Klan Kosova. Perfekt. Më duhet pa tjetër me të pyetër Janit bash pse shtëpia e madhe? Si të lindi ideja për këtë projekt? Kur e kom nisë me menu ideja ka qenë të një familje. Edhe mu nuk më pëlqej këtë titulli si me anë familje e mirë, familje e madhe, familje diçka. Edhe mërë dhe ideja të shtëpia. Kështu që në kuptimin shtëpia e madhe nuk është për objekt fjala. Po. Po fjala është për një familje. Është bashkë për atë në shumica jetojnë për shkak banesa, po E përfaqëson realitetin në Kosovë që shka qenë më herët. Jo, po flas si kuptim që kam dashur me ta me shtëpia e madhe. Na gjithmonë po ecim ka shtëpia, po shkojmë ka shtëpia, apo them që nuk do të thonë që na ndoshta jetojnë në shtëpi. Në kuptimin e objektit. Na jetojnë në banesë, apo nuk jetojnë po shkojnë në banesë. Po shkojnë në shtëpi. Fjala shtëpi unë e kuptoj pak më ndryshe. Më shumë se një familje, më shumë se një vend ku ti nihesh mirë dhe ku nihesh rahat. Që të kuptim e ka pas edhe kjo shtëpia e madhe. Nuk ka pas të bëj me objekt. Po marrësh që aty ku kena gjeru kon bëj shtëpia e madhe. Po. Mirë, po nuk ka pas të bëj. Ma herët janë një për shembull, është filani është shtëpia e madhe. Nuk ka pas fjalën për shtëpi si objekt, po janë familje e madhe. Po dhe në atë kohë ma herët në përgjithësi ka qenë Kosova ashtu, ku familjet ka qenë pak
me numër më të madh të anëtarëve. Arianit, po dalim edhe pak, me qenë se jemi ka fundit tek shëndeti mendor, sepse është fokusi kryesor i emisionit tonë, ku sot jetojmë me një kohë ku njerëzit ballafaqohen zakonisht shumë me ankth, me depresion, me stresin, po a e ballafaqu të ndonjëherë me problemet shëndetit mendor, sepse është e pamundur gjatë jetës tonë të mos kemi probleme të tilla edhe si këtë e kalu ato, cili ka qenë momente ku te duket se ke qenë më shumë i prekun, për shkak të situatave të vështira të jetës, me të cilat je përballë. Unë pak a shumë veç i thash, unë probleme të kësaj natyres, mund me thonë që veç këm pos depresion, nështë nuk e kuptoj mirë që është depresioni, nuk e di sa këm pasën e depresion, nuk është, s'pe di. Po, a këm pas momente të këshia emocionale, këm pas shumë. Thash edhe qaj akua, kur unë pas diplomimit, e këm pas nështë një depresion, më i me thonë profesional, që nuk kam qenë aktiv në profesion, edhe eja të ka shkaktu mërzi, të ka shkaktu një farlej vujtjet mrenshme. Edhe tash gjatë 2024 të s'kum pas shumë momente të rana, momente kur... Një që i shumë do Arianit me publikon? Nuk po më kujtohet diçka për momentin specifik, po kryesisht kanë qenë për shembull të shtëpia e madhe, kanë qenë çdo momente ku tentesha me gjetë financa, nuk mujsha, edhe për një moment vika ajo ndjenja, a do të me nal. Ne nuk isha qef me nal, nuk desha me nal. Po nashta nëherë po ka ndodhur nashta periudha shumë të shkurta, me ka 2-3 ditë nashta edhe ku marr vendim edhe me nal. Sepse kum po që kam shumë të vështirë me vazhdu kështu, me përballu. Po sot unë mendoj që kjo shoqëni ka shumë probleme. Ka shumë probleme. Sot është një farë lloj egoizmi shumë i theksuar. Edhe ky vrehet çdo sen, domethënë si dilsh për të derës së shtëpisë, edhe rrin atë farë lloj egoizmi, atë farë lloj problemi që unë nuk e di ka vinë atë probleme as çysh. Ose që nështë një psikolog mundet me na kallëzu mirë, po është diçka që e vrej, është diçka mas po në komunikacion e vrejnë. E vrejnë, unë jetoj Prishtinë këtu në të zgjasë shqetojnë asoj lagje vellusha, unë do këtë jetojnë. Okay. Domon ato çdo ditë ki probleme, unë jam tash me 2 fëmijë, edhe shpesh herë, po çdo ditë më duhet kur dal me fëmijë, me hek karrocën, me hek djalin, nuk mundsh me dal pi banesës tonë. Pse? Sepse dikush ta ka parku keq, ati nuk i ka interesu, a është e pengu dikan, a çau të bo dikush. Është privatësi. Edhe kjo është, unë e mendoj që është një problem i kësaj shoqënisë, se njerëz janë shumë të ngarkuar emocionalisht. Çka ka ndodhur nuk e di. Po a janë të ngarkuar janë, mua nuk i intereson, veç unë. A kryva punën e, unë nuk mani më për tjerë, a i pengaj dikan, a i më rrogën dikujna, apo kupton. Domethënë thirrën në telefon, e lën numrin e thirrën në telefon, çe po vija. Domethënë hiç nuk ja nin. Ka kanë të probleme, nuk e di, po a jena të ngarkuar na si popull? Jena shumë të ngarkuar. I vrej portalet, i vrej debatet, i vrej tash rrjetet sociale, domethënë e vrejnë që është një lloj mlefi nga. Është një farë lloj mlefi, një farë lloj mbi ngarkese, çka është, nuk e di. Po atë të bëhet mirë. Urojmë që të bëhet mirë. Urojmë që të bëhet mirë. Arianit, për fond një mesazh motivues për gjithë publikun shqiptar. Pa motivues, tash nuk jam në farë kështë dhe me këtë një mu, se unë ja qes një për njerëzve publik që keni impact në shoqëni jetën të shtarë. Po, ideja është që do që bëni, duhet veç më konë konsistent, mos më dërzu, edhe me një ëndrat. E di që është kjo që thash është një shablon që kam thonë edhe një 2 milion veta para meje, po une deri që thash, nëse
eventualisht kom rrit diçka, u kon pikërisht që kjo. Dhe nuk do më thonë, sidomos për këta gjeneratat e reja, që e shonë një problem. E shonë një problem për shembull te aktorët e ri, ose te montazherat e ri, ose te kamermanët e ri, ose te krejt. Domthonë del, ai ka shumë pak provoj, del fol me ta dhe pyetja e parë që është pagesa. Normalisht që do të më kon pagesa, po unë kom shku kom lujt edhe pa pare. Kjo nuk domthonë tash është formulë që do të më shku me lujt pa pare për me arrit diçka. Po është përvojë që ty të Mirë po, në menaj që mas pare është puna, mas pare është përvoja, ka marrë dhe koha kur ti ke mu pagu mirë, ke më konë pyetja e parë, ka më konë pagesa. Besoni që unë i kam dikon për mi 300 e diçka epizodat lujt me në karrierë deri stash. Edhe ndodhin më thirrë edhe hala projekte tjera sana. Besoj që nuk e kam unë pyetjen e parë pagesa. Jo që unë jam milioner. Absolut jo, po hala unë e konsideroj veten si trin këtë treg. Edhe nuk është për mua pyetja e parë sa është pagesa, po ç'a është projekti. Ku më qenë ky projekt mu? A më qenë diçka, ma mancën, ma tutje, apo dhe a me që aty. Nëse me që aty po, mujna me folë për tash për pagesë. Se s'ka kanë par projekti që kam ambicie më çu dikon më nalt. Edhe për rininë më nej që më shumë do të më konë provoja, më konë puna, me bëha tani një stazh, një provojë të punës, me mësu punën, mas nej vjen ku përkthehen natyra. Ku kthehen, nuk mundesh ti me 2 ditë provoj me njëherë me lyp. Me krahasu me dikon që ka shumë bagazh madh. Për me marrë një rrugë të mirë, në diçka do të më merituar punë. Do të më marrë me një bagazh mbrapa. Kështu që kjo s'dia i motivoj. Janë shumë faleminderit për teve. Faleminderit për ju. Ishte kënaqësi. Gjithashtu. Dhe tani jemi rikthyer me një histori tjetër shumë emocionuese, e cila i takon vitit 1999, pra gjatë luftës së Kosovës. Është historia e nënës Ajshe, të cilës i është vrarë djali nga forcat serbe. Mentor Gashi ra heroikisht me 16 qershor të vitit 1999. Mentori po atë ditë do të martohej, por që kjo fatkeqësisht nuk u realizua. Jam shumë e nderuar të kem në studio nënën Ajshe. Nëna Ajshe, faleminderit shumë që pranove ftesën, ti je pjesë e emisionit Zgjohëm. Shumë faleminderit. Nëna Ajshe, në fillimisht ju kërkoj shumë falje që nga njëherë detyrohemi t'u hapim plagët, por me vetmin qëllim që historinë ta tregojmë dhe mos ta harrojmë kurrë. Edhe them me plot bindje dhe krenari që në këtë kolltok këto nuk e meritojmë më shumë askush se sa të ulen në nacio që kanë sakrifikuar shumë për këtë vend. Kështu që dhe një javë shumë faleminderit. Shumë faleminderit për juve, se na keni thënë këtë emision. Është shumë kënaqësi me të pas nëna Ajshe. Na jemi shumë nderuar që të kemi ty sot këta. Shumë faleminderit. Si na keni thirrë me na hik mërzijat. Me na dhonë një krenari. Si për djemë tonë, se s'po na i harrani. Shumë ju falenderojmë. Nëna Ajshe i ka si të me letë edhe shumë emocionume, po ne me shumë krenari ku nuk do të ndalemi duke i kujtu ata që e kanë dhënë jetën e tyre për lirinë që ne e gëzojmë sot. Nëna Ajshe, po nisim historinë duke u kthyer mbrapa në kohë. Si kujton kohën para luftës? Kohën para luftës e kujtoj zisha më thonën. Qysh ma keq. Me sakrifica, me telashe, me di që më nuk di heq më shtirë, se e kana posë në atëherë për zinë me këta me këta Allahi. Kush keni qenë duke jetuar në atë kohë, nëna Ajshe, në familjen tuaj? Në atë kohë e në konën në fshat, Plëqit. E në konën i kom pasën 5 djemë, që këtë djali, që këtë mentori, i ka pasë hala 20 vjetë jo. Këtë gjithë herë ka për këtë Kosovë. Për me shliru, thëjke se marum.
Pe shkive, pe senet këshia, pe urrejtjes, pe zi që me thonën, be Zoti, mendimin e tyne, hini djalli i ri shumë, kështë qep, pasha Zote, fat, s'pa ma jas me fol, bre. Thuj që ka dusha, ja, me që morë me në vetë, fjallë të veta, mendimin e vetë, unë, ma i pari një, pa i pas gjithë iqë. Pa i pas i gjithë, e ka unë i pari jam. E hinë kjo thej kështu, hajde bre, hajde hinë bashkë. O, jo i thejshin, se ata i kishin vëllaj ushtërinë e krynë, edhe të qënë me hinë. Ky hezur, kësë të të ke. Kur ne të merë i shku, Sa vjeç ka qenë mentori në atë kohë? Sa vjeç ka qenë mentori? Ka qenë, vëllaj, 19 qërte. 19. 19 pa i ba. Kur ne të u shku në Likëft, se u ka një pike qelë në Likëft, e u shku e kam thorë jo, të s'ky drejtë se thminje. E u qelë tani një pika të të natë shkollë Cërëvikit, i shku i shkru, edhe për herë tha, në unë të flëtëru dhe shë djolen, që ka kënë gëzëm qëte. Hemaj në, tha, ju më hinë, tha, u shtarë ko, në unë. Sholla një më zëti. Për i thëtë babës vetë, Allah, babë tha hina me ljeftu, tha, ju më shkru. Bre birë, tha. Sholla një më zëti, edhe i fjallet mija. Edhe u shkru, ma i rivë. Ma i rivë u konë në atë kohë. Filloj lota, u qelë pika, për skajq aty. Shkojke, u bakë, se komandante ka pas këtë mirëshdakën në korbi, si theshin. E ka pas aj, e ka marrë, e ka marrë rejveti, e ka këqyrë së thminë e vetë. Se thejke me në tërë, vikën a hajke mirë, u shë thejke, korbi nëse. Thejke, unë kam ja këqyrë djallë, thejke së thminë ta. Kërku thejke se lja me shku. E trimnaj, korbi. Bollë këtë trim, po edhe i dha forcë e dha. Të madhe se mo kënë nuk preke për tuke. Shkojke, nuk vike hish me kaldonë, në unë dilke në pika në sabah, shkojke në dëllët me mirushin. Shkojke në Kiev, e s'filmaj ke shki se në ka në Kiev, shumë ka pas shki. Shkojke në Leqan, shkojke të pishat, ka shkojke, dhe që kur vishëm në i nishëm krish me thesha i sholla, sot djali jamre, se më ma varojnë konë, se si nëna për e vljat. Kur vike, thejke, jo, ju më ka kokën në unë bre. Pa gjithë po shkën javë, s'ljakër kam thejke para meje. Unë thejke kam e shku gjithë therë. Kutë kërset plumi, thejke kutë në dhëtë, komandantën, thejke kam e ka. Dhe ja dollë dhe i ditën e shtlerimit. Dhe i ditën e shtlerimit gjithë, kum najtë unë, me angst, po ka herë mo hiqke. Isha në orë për dhe isha. Te probon djalli luftën, se dhe që bëhen maj forte, maj zoti. E mban mend momentin e fundit me mentorin? Po, maj krejt e mojnë mend, po më hopin fjallë. Se qyrë se mojnë mend, se në Kiev atje në Leqan ka pas, jenë ka 15 shpi. E më Leqani me Kiev, e njëni që shpijen ka në Kiev, e jenë të bu. Jenë të bu shkit e më Leqani të shku në Kiev. Edhe shkit e klinës në begu që atje për i peje, jenë në Kiev. E kë u qo e u shku u hi me një shëk, u hi drejt për drejtin në Kiev. I kanë thau, u shleru, atë ishën, këtë ishën të bu shkit, 3 komunave, 3 atë Kievës në Leqanit e të klinës. Kur u shku kjo shkit, se kanë mund të dhej, se ju ka ranë dërë. Thu janë dush që ka ranë veç, për shkajt, hitë se kanë mund, ta se kanë gjumë asë këtë gjanë. Kur u hi kë mirë, fort se kanë posë, s'ka ka ljonë ma, kë ju ka dhe në tesha e veshën, edhe ka gjithë zëtë 2 metra ka më laj. Edhe e kanë marë, e kanë gjohë, kur afru për shkajt, ata shkinë 3 katë. Ishën ka të pritë kështë.
Atë tjetër shok, këshive si e kiem, ata i se kanë prek. Sa i në tesha civile. Ky u ka veshën tesha si ja kom prej anë. So një kom prej tesha se atëherë ushtria në ka shumë as me hangër, as me pi, as me vesh, as me modh. Ky është u ka shumë kish marrë në tesha. Thashë, non breve, këtë po vinë, ta mos, po me dhonë teshat. Thash, bete u lenë, thash pa, a ban me ti për kipon? Sa dena, thashë, ne ka maqine, thashë, ti kipi teshat. Se ka morë një farë basme, se teshat e ushtrisë. E kish ble, dikon i shkon pazare, kish ble, edhe ma pruni non, ta pruna një myrë, thashë, a i liku, non, që kjo me mi prejth ati. Me emën zotit. Po atë rëjmë s'kishëm, nuk kishëm rëjmë, e kom kallë në qiri, edhe një djallë të konatit, ajo arsimtar, sa da e dheke fort e këshirë këtë djallën të amë, që këna me pas dhejtin. E kom thonën, thash, Feriz dhe Kuanën, thash, gjë isha, thash, a banë bëmë një mute, dhe me maru kapuqat, e mi prej këtë qishtu patë mirë, mi kap këtë fort mirë dhe mi ljau këtë gachëm. Unë dej me qiri, dej ka sabovën e ajë, si ja ka na këtë teshat. Ja ku më kështë pantullat, kapuqin, këmishën, jelikin, se ish vera. Edhe kur u qurë neset, u pastru edhe i ka vesh, e u shku në shtabë. Kret ata shuk, se gjitha me tesha, gjitha pa tesha. O zët, kuj më rëvendar, kuj më nëuna me ka prej, bre. Nëuna? Po që shpat bre një nëuna në malja me krejt. Tha, loj nëuna orë, tha pe mali të nëntën, tha me djallët mi që tha, i kanë bo, dhe një të zeshën bastë, edhe të të p***ju si po vjusën kjellë, tha isha, ta një rishëm dhe t'i këna. Unë i kom ke, pa i mi ka bo këtë gachëm, e u vesh, atë tesha, kër u bonën 3-4 ditë pletë më kanë orë ushtria me qasë basma. Keni dhenë atë koni kontribut? Keni dhenë atë koni kontribut shumë të madhe, duke ndihmuar Qa ku moni kontribut, po ta shumë më vjen mu shtirë mi përben. Se këtë rishin mali, unë risha shpetoj bobuk. Për gjdo ditë, bajbi, për gjdo ditë unë ka disuvër, ja ku më që në shtabat jenë në shkollë, në më vëllon të unën. Se ishe disa ishe 30-40, edhe ka dhamaj shumë buk, ka dhamaj kurbi, me vlaznit vetë me mutrat veta, edhe unë sa ku mund t'ja ku më që u. Është për të vlerësuar shumë nëna ishe kontributi juaj në atë ko, për ndalemi përsëri tek martesa e mentorit, e cila fatkeqësisht nuk mundej të realizohej në atë ko. Na trego pak atë ngjarje. Ne, na të ta ushtria rrishën ka mëshën. Në për japia, në për ka mës. E ne na kapen policia na qunë drenas. Gjdo 3 metra një policane njak nej. E na tup na qeshin atë sa largën 2 orë me jetë kam pleqet fëmije. Unë i kom pa 2 qika, 2 djemë me vejtit vogël. E mentorin e lam në tërdec, me kuna temin. Po aj qa ka ba, u shku hin në shpi, si ka pa bo në mremet. Aty ka gjetë në milë. Kush me dha bo, kush me ka tu? U hin vetë, i ka asisht duhet edhe, ka gjetë uj aty edhe ka qitë buk po goqe vetë djali jam. E u shku një qik e qasa i shpije. U shku hajtë ka hampur, sa ta haloj ishë në tërdevci aty. Dhe shko në hinë nërë në shpinë, kur e shek mentorin. Qa më ba në ushtar aty? Thot, po gatoj. Që dhët e që dulti, thone, unë vetë gatoj, thot, ja, tash i kom vetë e qëtë buken. Që ja ka qitë buken, tane ja qikë Allah e rëft. Allah i kënaqët. Një muj ditë këna nejtë në ndërnas, aja qa ka po të shpit vetë, aja ja ka që djollit e më. Aja ka që tomel, aja ka që qaj,
supa, seni ja ka që poshtë. Edhe aty, tani, nejse, Ata kanë fillu me folë, ja ka njës me folë, tani moja kanë qika... vendosë që me kurorëzu me martesë. Edhe ne mas një mujsh, me na për zapet drenasi. Edhe ne për obrinj, kër erëm të, ish dal djali, me më marrë të tesha, si kena pas të mëj vesh. Haj nan, thash e djali jam. O, ka ke rriti, ka ke shnërqe, pi për qafë edhe, haj nan edhe, në muse kum gjithë. Shkë djali jam, qka jetë, patranë me në me gjithë në musa. Vëlloja jam ka gjithë nan. Tha veç, hajde këqër qa po më vjenë, tha për shpije. He Allah, hek nasë të shatë qikë, se shumë kanë hitë eqë për bëk. Dhe kërë i rëdhane gjithë atë qikë atë. Po, fillë në më tha. Zoti jam, thash. Qysh, tha qëre, të duka, tha. Une me në të e në do, shahin ja pash. Thash veç jam, sa i të po hajgare. Dhe i deka kanë adopt, që atë qëllë kërës ma ka jetë. Dhe i dhe jo, se të qëfar deke, thash. O, keni me marrë me amën zote, thash edhe, kam i këqyrë së diploma anë. Thash dhe që sholla jem gjallë. Tha, Allah, dhe i deka, 100 herë më ka thane, dhe i deka në adopt. Non, thash, non, mësën, thoi, thajsha. Se shumë për vjetë diqyrë, se zote më vike mërzisi, dhe i ke non, se ka më vra djalli. Dhe u shliru kjo drenasi, edhe u largu në pitja, nëse më largu, 72 hera thare kanë bombardu, edhe u këthy në ushtëria. U këthy në ushtëria të shpia, u këthy me dhe na, kur non tha Allah u shliru, tha drenasi, tha do me shku, e kishën traktoj, një traktoj të shkaj, i shkësua, i shtanua, e pëgzime, të përqove i shta shabashalat e me qita. Kur e pëgzime, si u shliru, e ka pas përshka materializin, e qëtë një 10 herë në bërë. Unë dhe shosë zëtë, tani qa me vëmu të ljush. O qëtë nestit, shkaj, të ushtëria ferën. Qua me ja bo dëbuk që atë, non tha dëbuk, tha e do. Buka fundit e ti. Tha shani për djale janë, tha se ty vend për dhja që ka me dha, se këtë shkam. Tha jo, tha se që, tha ljupën e kishëm që ty, tha unë shkaj e mjeli, tha. Me qka mjeli më, sa s'kishë qka mjeli më, se i shkolla tyja. Se që ku e mjeli, ku e qitë ja bona dëbuk, e lava non, lema tha ku të këthejna, se ushtëria për të rasin. Shkoj djali në shtab atje, e kanë marrë ata të thotë se u shliru Kieva. Kër e në shku, kër e ndonë në Cërevik, që atje u orë një për Kieve, ka ha shlishkani. Se u shliru a heq, se shliru, plet, 3 po shkijate. Edhe kër dalin për Kieves, e shuhen ata një për 34. Këtu me që jenë ka 23 të ushtarë, këta veç e kanë prikta dhe ju ka shku aty. Edhe këta këtë me ground i kanë largu. A këtë për shpije i posha. Si po i këtë e shohë, zëtë janë, kësh janë ata se bëgojnë, a djali me ishin atje. Se kanë lau heqë me hi, kur o hi atë, ma qa me vonë, gëjty në hi. Se kanë vëra. Kjo më në më mbrojt, ka qitë që ata plumë që i ka posën në atë rejthin e poshka materializit, ato kish pos thatë. Ato këshin ljashkit, e kanë dhau këta aty, ishin në shkallë. Aty gjuj, për dhe tenkat ja këshin pa më dhau rrugën. Pe kryqit kjeve, si këshin nërë tenkat e shpija. Për me gjuj ata pe trekatë drejt, ato sata që të kryt me vra. Po, i kish pas gjuke, kish pas mytë këgjashëm, se kanë pas si ujgjë aty, u orë dhe ka kaldu qërbe në una mentuit, tha, që ka shku gjoki, tha pështë. Sa kanë mujtë shkip, sa kanë bojt, ku fuma, tha, mendimin e shpejt. Po, thash, oj, shala, më rëzët dhe kjo ka vrava. A i bajk i beje, se hu i gjatë si mu me këtë i juni atje,
kanë vra sa se më hyvën e një lisë me krejt, tha, si i kumë këshyrë me kamerë, kush për vratë e kush për vratë. Këta kanë vra, kur ju kanë hargjit. I patë dy bunga, tri, po, për fatë keq që latë shpia, në më tha që të lemi. Thërë, djolem, kësa, pët lufta, e rumi. Edhe kishë pas edhe dhe fishet i kishë pas, edhe ata i la, veç atë rejthin me pletë, me po shka pa të lesë, shkaj, ti kishë pas bumet, ja kishë gjohën tubë. Po nuk më di për sa të shtirë. Shtirë, qishë e ka rëka i plemë me kamit. Gjatë kësaj periudhe ti ke qenë në shtëpi. Në shtëpi të krejtë në guat në gjarje. Edhe kur ka kështit shumë në Kiev, se edhe qeremidet që këshin hava, pe i granata të a që atë e këshin pas vra djallin. E këshin pas vra, e kanë prej dej ka dalë shpirti, kur nuk ka qitë kë, s'ka pas ma shpirt, ata e një e kanë morë, e kanë ngri zhak, ne për tokë, e kanë gjonë bonarë. Të natën a i kanë nejnë me krynë bonarë. E ne në erdhen ushtria në thanë se i sholla pështo, po që fatë pështoni. Kush pështojnë për disa mjë, ne i se në ardhë, ishtë liru Kieva, asë njësë ishën me të ishën shku kajtë për pjetë se ata, këj shiti kanë po të i këtejnë katë. Gjatë gjithë natës nuk ka ardhë mentorin. Ja, s'ka ardhë gjithë natën. Si ka qenë ajo natë për ty me qenë se nuk i ke di? Aja natë ka, Ku është mentori, apo kthehet? jo më një kom ha, borë ta më ka e smut për i prime. Tha shë gjemë, tha haj. Allah, në ka orë thash një lajmë i keqë. Po shka bre halë se më trani u, thash. Vallah, i thminja, thash, qikat po kojnë, thash, djali u shku, thash, të ushtartë. I ka po këtë u kojnë, thash, edhe sa mentori kërkon. Jo, bre, thash, Allah, unë thash për mune kam në të natën unë mi prit. Po që fare, i shka në bonari mytën. I vranë. Ti ke pritë gjithë natën. Ta natën kom nejt, unë që shte të pritë të bo Allah ku i e djale, mo Allah ku i e bre. O i sholla bre nuk të kanë morë bre. Që ata e di si e kanë myt edhe si e kanë marë Kosovën me jahupë. Pushka më të lezin ja këshën marë, atë zëngjirën se o me pletë fishek, ja këshën djau, në tëuk ja këshën shta. Ato se kanë marë, djallin nuk ma kanë marë, e kanë a gjithë bonarë. Unë e thash, u quen Sabadulja në 5 ora, të këshirë, vë zëtë, isha më s'pishakon i plagusë se këtë gjalak 1 ora, kje ba. Isha më soto zhaga pali, zotit din, në shte ka shpirtin. Dhe ju këthejo, a mosha borë ushtri. Vaj, më së mërzit në vaj. Tha që a bobra me qa djallë pi, thamë shukve ti, tha. Më kapshin për qave kojshin, tha, o, Allah, tha. A i këshin pas ndirë pe bonari, këshin pas ro të dyrë të bërët. Këshin marrë traktar një kërë dhe këshin djallë. E këshin djallë që atë të dyrë të bërët, hiq në bërë se kanë shti. Se ka thonë, ta një burë fillë desh, të me zhyti. Edhe i desh. Si lipi mu i mërveti. Po edhe lau, se. Ta një bona me 2 dekon. Plus në usja shkoj, me 3. Ta një e nësë të vërtit, e ka në qute vore se shumë. S'po di që më ka do përpa. Si javë japën lajmen që mentori vetëm se ka rënë heroikisht? Po erë në ushtëria, Po, si u mosha bore ushtare dita. kanë qenë shok të mentori. Kretë shok të tjerë dhe në mësë mërzit dhe ka për qafe koj. Fëmija kretë më ranë për tëke, më nuk dishin më qo. Se i kom pas fëmijë në ri, ma dvëg në 7 vjetë. Edhe këj burë jam, këj veqonë gjë pështet dhe baj këtë qëti. Adin e hupi kretë atë jetën e vetë. Unë kaj mërzito, po këtë funi më ranë, nuk u shku për kërgja, u shku për qitë venë. Po ku shkove me pa trupin e mentorit? E ju më shku unë, së më kalë dhe gjithë si ordën, e kanë qute vërë, se kënë vërën të kështi qëti. Po unë mi marë këtë djallë 7 vjetë dhe me shku në Kiev. O në Kiev, dhe shash po shkët pi gjojnë Kiev.
Kur u dalë këtë djallin që i dyti si u mi tash, ata dhe që këshin qelë vërën djallit. Që atë në këshin, që atë në rime shpija, edhe kur më ka po mu si po dalë për shpija me shku me djallin, kam, të shkoj ku vrat, të këshyre, dhe vladive shumë i dhemsh. Dhe që më ka vishlu, oj, non, ma ka bo, hajde ka, tha, se këshyre ka është të nejtë. Djalli shmur, plët, vërën qenë. Kërëm këtë, o, zoti, hajre batash. E ku marrë. A djallë për dresë se më sheke djalli. E ju më shku, gati që shë më shkuan. E shrejt bari. Më këshin dath të pust. Më këshin dath qerapt. E thera thajde të vërët. A më këshin mu shkam të thera. Kër shku a këqyra, djalli jam, thasha që ishtë pranë gjenë në zgati. E këshin mlju me një lastik për mi, e shpljoa qa me këshyrë. Ju këshin qarru me syje, edhe ja kom njës me kajq aty, po vike e marrë bre me kajq, se ju më ka e rejë, ala nuk disha qa janë. Edhe ushtria të zban me kajq dhe mu me zohë, thash lem një rahat, bre, lem një thash bre rahat, thash se shpirtit së të mu, thash, për dhe ka më mdallën, thash, ku i ka syt. E, kështu me ashtë tonë, se me sy këshën qarru, e s'ke gjaki për kreje, e s'ke gjaki për i dëre, me lëshu zoti, motër, një shi. Për një minut, vërri u derke, pe jojtë. Na banën, o, ikni hini mrena, se dëmë na mytë shivë, lëtën. Jo më hiqë aty, më ka tha burre, më shko, tha aty, a ju shku hinë, ja kam me. Nërë lastik të djallu hinë. Edhe ishë mbrojt për shivët. Se u në atë shive në shku, e kanë devat ata ujë, e kanë shti. E u shtria, si qesin në orëm. Po, a shkejke më të shpia. Një a bërë vlejke pletë gjenë. Hala gjitha se shë lëshu për i lufte, o, për nënë zezen. Po Allahi, milja me në kry, edhe për hatër ty në gjallëve, dufke mu mbrojt. Me mbrojt ta se këta si më poshin të kojt, edhe baba, thuje, ju shkaj, edhe one me kojt, ata lujshin. Hajde, djalli jam, sa ju shku për Niva, ju shku për Kosova, ju shku, edhe ju dha shandim të mive, se qikat s'kishtë dirë i qikat. Notrat e veta. Ja, sërmërsi i kana pas. Po nusës, kush i tregoj? Kuj? Nusës së mentorit, kush i tregoj për? Nusës mentorit, se këj kanë interdes një muj det, qatë shpi. Aja ishtë dalë, e këshin leo fjallët, ishtë dalë dhe që ja ka pas, që ka pi bodë të në luftet, në qantat së në thmive. Të që shpuneshëm të nërë, që në 25 vjetë. E kështë marrë me vetë edhe një djallë të tezëzët, i shkanë kjevë kër u vra menturi. A ka një, a qysh, edhe shkën i thët, asaj, se qik tezët, thët, ish vraj ushtari mirë, se ko të internet. Kush? Filjan. Por sot edhe qka? Konë mërzitet, kër o bovë 2 ditar të onë. Kër e kom po. Kër e kom po, a shobana me 2 dekën. Sti, sot ishë miljament kry, nuk di qa me dha ma shumë. Po, nuk o vetën. Kanë shku shumë, nanat, ju kanë shku djendë. Shumë, lavdi tanë dëshmëri ju qëtë. Lavdi këtë nana si kanë linda të thmi. Lavdi edhe s'ka më zgudhe më mërzit. Është për të duar të rukitur kjo forca juaj që e përqon edhe të gjitha nanat e tjera. Tana nanat, onë edhe im dalë, që lullet e loko kër e ka banën qëtë emisionin rrethimin e nanave dëshmorëve, e ka banë një malishem një farë të bime,
Po, ka qenë një organizim. Një organizim o ka, edhe një mdali kom foli, i kom shkru kom ha lavdin nënat e dëshmorëve. E halal gjak i djeme ju kurt, e korë më së mërzitni. E kana hek për që të vitë, se s'na ka lau rahat. Korë letë me si më s'qedni. Një nanë më dhejme të shumë, një me ndohia, dhe vetë min djallë ka pas, qaj, pa që ato omit. Aja vish me zotin o vetën. Kur u këthy për i lutë për i shimnis, ka desh më shku me grëdhen me në qyër. E se kanë lau, për i shia se kanë lau. Aja mu më të rëndel, se unë apet zotin dhe 4 me ka lau. Aja mu met me, më janë met për atë nënën me ndohi. Nana, me ndohi është një nanë heroinë, e cila fund të ditës na ka gjithë neve, edhe shumë shpejt edhe ato do ta kemi në emision për ta rrëfyer historinë e saj. Ja, Allah, e meritën, se vetën qëhet, vetën bjen, vetën s'ka me kanë me qilë gujnë. Unë shpesh shkoj e vizitoj, këtë shkoj në Malishef, shkoj të nëna me ndohijane. Sa mi që mbani këtë raporte me njëna tjetër, sa do pak ja kuptoni dhimbjen, ja lëtësoni dhimbjen. Ofa, qëre, a këni se thujnë, shko të qaj fjojën nunë, mos shko të ikzoni, sa ikzoni aj nuk di qa ki delnim. E une, se një në ka bashku, tash i një kej nënat e dëshmërë. Thot që kërë ka kryeministër, Allahi e shpërbleft, në ka pas që gjithë, në që i keni nënat dëshmërë në boja edhe në deti. Tash në që i keni boj 7 nëna, ta nëna i bajke, krevetat e rrishëm tana, aja koj për viti, aja koj për viti, aja koj për viti, po kur koke nëna me ndohi, në kojshëm petë për ta. Se pa marsin, për ditën e pa marsin, si u shpall, e ka shpall, Hashim tha që hera i gjallë është taj. Aj, në ditën e pa marsis, e kana pritë, nëna na ide e kana pritë. Kur koj ke edhe, që ke shkur të fejzak në ke, për pambarësi. Oj, shpirt jam, anë ju me pa djallë, zëtin e ki, ja bajsha, më së mërzit, krejt në bajke me vaj, edhe qashtë e o kone. Ku mu kësi se i kone tash? Po të shpirë bre, këto bre me ndehi bre, ja bajsha o zët. Se te pruva pak. Jo, tamam puna me shumë knasi, jam duke në gjëgjuar të gjitha rëfimet e tua. E ceke që në kohën e presidenti tha që ju ka mbledh gjithve bashkë dhe... shkoj, tha që... Po, ando dhe njëta me qeverin Kurti aktualisht, a ka ndarë me ju vizitu? Po, qëfar Kurti, jetë bre, ishë më Kurti bre. Po, Kurti më një të qatu, por dëshmurën i marë. Në ka mytë, tha që. Si që 33 net, pesi u kam mi po babën vetë, tana nanat e dëshmore i kom thirë, tana me letë për sy e kanë pritë. A një musardhjen e djetë. Zëtë aja gjykatë fashiste është aja. Gjinën e se kanë shliru venin aja më qumës mila, djallin më arë të baba. Unë të tërsanë disha me thonen. Që aja gjykatë, që ta si kanë qua atje, familjet vetë. Qështë ju ndëtë. Se ka pos, baba e Hashimit gjenë, sa këtë Kosova të u kom. Mos të mërzitet Hashimi heqë. Se me ditë Hashimi sa e ka drinë, sa i do, edhe vetë që ditën. Po kër e kom po atë popull aty, si ka në ardhen, për kretë treva shqiptare, si e në ardhen, e kanë vërrësat njeri, aj piken e lutit më sta qëtë. Piken. Aj krenar është aj. Hija ati e ka zbukru dhe mbrujen atje. Halal e kut. Se ma do baba, e ma do vlav, e ma kanë dirë se aj ardhë, Hashim tha që aj e di fort mirë, se u kom në shpit vlav tem, e ka këthi vlav jam buk, të në bërë të pilla. Sa da ju o dhe, në ato e dim si në rëbë familjes të unë. Mirë. Nana Aisha, për relaksojmë pak biseden.
polqë. Unë e kam dëgju që ti ke një raport shumë të ngushtë me luljen. O, Lullet e shpirt, lakën. qike kam. Pse Po, ke te lidhje di. kaq e ngushtë mes juve? Unë, të shtu më ka thirë që shumë ke thirë pramti. E ka marrë numrin pe kolegëve të komune, tha, dikon ku e ka marrë aja numër, temin. Dikon që ka hanë pe komune se familjen të unë e dojnë tonë, edhe e kanë marrë edhe ma ka thirë, numën tem se ka ditë lulli, as kërkush. E ka marrë djallit se e kam në punë në Prishtinë. E ka thonën, ja kanë dhënë numrin e tij. Edhe thet, kjo lulja, djallin të Haxhin, kjo ka thënë, kush ka ke lulje. Edhe 2-3 herë tha nënëm ka thirë se kom qenë, thase. Ko qysh pasha tha, une, kush aja lulja. Nere thot, bërse më ka lullu, ta thrazë. Kur e fretët, a jeti Haxhia, thot po. Ti, thot, unë jam lullet e Ljaku, thot, po kam qenë i thirë në nënojshe, ose më orë në rrethim të aja. Po më thretuaj nanë, tha shempi, Prishtina është. Tha një gazetare, tha unë të thirë. Tha liku, tha, merë numën, tha thire. E ku marë numën e kom thirë. Qaqë që më ka pritë mirë, qaqë që ka folë mirë, e ma ka në shpirtin, për jasoj ditën e qike. I kam 3 qika, po, a janë në rëndë, por tjerat janë. A po, Au, lulja pra është lulja jote, a? aj, që lulja, më zërë për lullën. Nana që lulja ta ka përgatit një surprizë, një letër, ta ka dërgu, cilën na kemi metalizu të sot në emision. Hajde, mashallah. Sot do të kemi pra shumë emocione. E dashur Nana Ajshe, me shumë derem dhe mirënjohje për të shkruaj këtë letër, një mundësi për të shprehur falenderimin tim të thellë për mundësinë që më dha për të shkruar librin për djalin tënd, si dhe për dashurinë dhe respektin që ndjej për ty si nën dhe si grua. Ti, Nana Ajshe, je një simbol i paepur i dashurisë, sakrificës dhe forcës. Shpirti yt ka luftuar për çdo hap të jetës. Dhe kjo fuqi është krenaria që flet më shumë se çdo fjalë. Nuk mund të shkruhej asnjë histori pa praninë e asaj dashurie që ti si nën ke dhënë dhe vazhdon të ndjesh çdo ditë pa hezituar. Dashuria që ti ndon me mua, duke më quajtur vajza jote e madhe, është një dhuratë e çmuar që nuk ka fjalë për ta shprehur. Kjo dashuri më mbush me forcë dhe frymëzim për të vazhduar këtë udhëtimin tim tek krijimtarisë. Me shumë dashuri, mirënjohje dhe respekt të tillë, të dërgoj për qafimet e mia dhe falenderimet më të sinqerta. Ti je një frymëzim i gjallë për mua dhe për të gjithë ata që e kanë fatin të të njohin, me dashuri dhe mirënjohje të pafundme, lulja jote. Allahi thuj shpërblet, Allahi dhasht mirësi këtë jetën tane. Se ma kequ këtë rrethim, unë disha më thonë për ta. Tash, më këni bon shumë tash. Më saroj prapë e përsëris që ne me obligim të jemi pranë juve. Kështu që unë po të falenderoj shumë edhe një herë që ke gjetë kohë me ardhë nga shatja atje në studion tonë, edhe që e ke shpalos në detaje gjithë historinë e djalit tonë. Ndoshta ti kemi hap plagët, por prapë gjithmonë i qëndroj asaj që historitë duhet treguar, sidomos për gjeneratat e reja me pa mundjen dhe sakrificat që ju i keni dhënë për këtë vend. Kështu shumë të falenderoj edhe një herë jashtë mase dhe ne kemi qenë ndërum që të kemi pas sonte në studio. Edhe ju po më nderani, Allahi të në të mirat javë qëtë, të thënë, unë e bashkë me dramatik nuk po di me punë se... Ne i dojë të fjallë të juve të sinqerta. Shumë faleminderit për ju për këtë ditë sotë si ta ndritje dhe... Agnesa e norëm kanë marrë të shpia. Pra një falenderim edhe për ekipin e emisionit tonë, cilët nuk hezitojnë as pak për mësafir të tjilë. Shumë faleminderit, se unë edhe baj pak edhe për mërzi se për edhe si në humëri që dhe sene që me mund të me dekni, një gjallë me gjallë. Ashtë. Po, shumë për mërzi në kur për përmenin dëshmurt, jo për djallë të jam, po një dëshmur si të përmenin me letë e loj. Se shpirti është e lavdiju quftë kretëve, dëshmurve. E kretë që ka njëftu.
Na, shumë faleminderit prej teje që gjithë kohë me qenë në pjesë e emisionit tonë. Falenderoj edhe Shumë edhe unë ty të falenderoj. Është kënaqësi. Shumë kënaqësi. Atëherë të nderuar shikues, jemi kthyer në pjesën e tretë dhe të fundit. Çdo secili njeri në jetë ka historinë e tij unike, prandaj në rubrikën tonë Hapat e suksesit të përgatitur nga gazetarja jon Agnesa Smajle, mund të ndiqni historinë e veçantë të një nëne e cila ka djalin e saj me sindromën Down. Pas shumë frikërave, paragjykimeve, ajo gjithçka e ktheu në forcë dhe sukses për të birin e saj. Ndiqni rubrikën Hapat e suksesit. Në pritje të mrekullisë së një fëmije, Gresa dhe bashkëshorti i saj nuk mund ta dinin se udhëtimi i tyre si prindër do të ishte ndryshe. Gjatë shtatzanisë, ata ndjenë se diçka nuk ishte në rregull, por nuk mund ta parashikonin diagnozën që të ndryshonte gjithçka, sindromën Down. Beni është fëmiu ynë i parë. Unë shtatzanin e kom pas dhe e kom përjetu si çdo nënë, shtatzania e parë, me gjithë entuziazëm, shumë e lumtur, edhe kam kalu një periudhë të jashtëzakonshme, me shumë emocione, brenda për brenda vetës, mirë po shumë me zell, për krejt atë periudhë sa e kom pas Benin në barkun tim. Në kontrollet cilat i kom pas të rregullta, nuk është se kom pas të ngritur ndonjë shqetësim prej ginekologut. Të vetmin shqetësim e kemi pas që sasia e ujit më shtu shumë në stomak, dhe për atë arsye është dyshu që fëmijë ju mundet me lindën me ndonjë defekt në organe, por nuk është që më thonë se fëmiu është me Down syndrom apo mund të ketë ndonjë sindrom tjetër. Kështu që krejt ajo periudhë ka kalu pa ndonjë shqetësim të madh. Unë e kam kuptu që Beni është me sindromën Down kur kam shku në procesin e lindjes, jo me njëherë, sepse gjatë kontrolës jashtë vendit, më thonë që po e shohim që fëmiu i ka disa defekte në organe, dhe sigurisht kanë vlerësu që nëse më thuhet që edhe po dyshohet se fëmiu është me sindromën Down, mundet me qenë e tepërt për mu, si nënë, me qenë se vetë se kisha kalu 8 muaj shtatzani, sa po kisha hyrë muajin e 8, edhe ai përjetimi momentit për një moment të caktuar me kuptu që ka shumë defekte në organe edhe po i shtohet edhe pjesa Down syndromit, sigurisht që nuk kisha mujt ndoshta me përballu aq lehtë. Çdo ditë kalonte me ankth, ndërsa rezultatet e analizave vonoheshin. Me çdo minutë, shpresat dhe frikrat e tyre rriteshin. Pasi që ndodhi lindja, sepse ndodhi lindja para kohe, të nesërmën kanë ardhur gjithë ekipi përgjegjës për me na pyet dhe me na konsultu që një para po ju konfirmojmë defektet në organe, sepse Beni ka pas 2 defekte në zemër edhe ka pas një defekt shumë të madh në zonën 12 gishtore. Kështu që pas asaj na u tha që na duhet ta bëjmë edhe një analizë shtesë se fëmiu po dyshohet që është në sindromën Down. Ju thonë të drejtën, në ato momente nuk është që kom mujt shumë me reflektu. Vetë mëngjes që e kom thonë se unë e kom pas një vizitë shumë herët në mëngjes, në ora 2 të natës sa kom lind e kom pa Benin, edhe kur e kom pa mes krejt bebeve tjera, më ka duk shumë i lezetshëm. Edhe mbaj mend që i kom thonë bashkëshortit, pas ka këtu bebe shumë të bukra, po djali jam shumë i lezetshëm. Në momentin që mu tha që duhet me bo qatë analizë, nuk e di pse fytyra e Benit mu ndroj. Me thonë, brenda me nuk mu duk që është qaj fëmiu që e pash. Edhe gjatë gjithë kohës i kam thonë prindërve edhe bashkëshortit që unë e di që rezultati ka më ardhur që Beni ka me qenë me sindromën Down.
E me plot emocione, Gresa tregon momentin e vështirë kur e kuptuan që Beni nuk ishte njëjtë si të gjithë fëmijët e tjerë. Beni ka pas aq shumë probleme shëndetësore, çdo ditë na jemi tu prit çka po ndodh. Apo shpëton Beni, apo nuk po shpëton Beni. Domethënë, krejt fokusin e kemi pas aty. Mirë po, nga vizitat të shpeshta që kemi pas, ko paskoj kemi pyet motrat, apo ju duket që është me Down syndrom, apo ju ngjason që është me Down syndrom. Edhe shumica prej tyne na kanë thonë që nuk është fizikisht nuk po vrem diçka. Pastaj kur ka ardhur lajmi, doktori përgjegjës që ka qenë kirurgu, e mbaj mend që ka pas hy me një zarf mrenda dhomës, me një zarf të bardhë, edhe nuk ka pas forcë kështu direkt me na thonë, veç ka thonë rezultati ka ardhur dhe është ndalë për një moment. E unë edhe bashkëshorti jemi ngritën në kamë dhe i kemi thonë, çka është, a është apo nuk është me Down syndrom, edhe e di që veç ka pas thonë, është me Down syndrom. Na ka përqafu të dëve, mirë po, unë e veç e kom këthy kokën mrapa, e kom pa bashkëshorti jam ka qajt shumë, edhe ka qenë shumë emocionum. Unë se kom pa vetën, se nuk e kom menu, më ka duk që ai po përjeton diçka shumë rënd. Edhe unë veç e kom këthy kokën ka ai, e kom përqafu, edhe i kom thonë s'ka rëndësi, kjo është fëmiu ynë. Se unë i kom dashur fëmijët shumë. Domethënë, jam prej atyne vajzave të reja që edhe pse s'kom qenë nënë, kudo që ka pas fëmijë për rreth, kanë ardhur me lujt me mua, unë jam kthymi për qafu, kështu që kom pas fillu me besu që ndoshta Zoti ka sfidu, sepse ka dashur me pa me të vërtet ai kom dashur fëmijët me zemër. Ashtu qysh janë. Edhe krejt këto e kom ngulit në kokën time. Edhe kom thonë, unë e kom një dalë, madje ka pas çdo ditë, nuk e di pse, në dritare na kanë ardhur pluma të bardhë. Edhe pa ta fillu me besu që çaj plumbi i bardhë, që ata gjithë plumba që po vinë, kanë një mesazh për neve. Edhe ashtu e kom të i kalu. Do shta dikujt mundet mi u duk çmenduri, po unë kështu e kom gjetë forcën, motivin, tu besu në disa gjana të vogla që ma kanë kriju një bindje dhe përmes asaj unë e kom arrit me pa vetëm drejtimin çka duhet me pa edhe me vepru që Beni me qenë mirë. Spitali që u bë shtëpia e tyre për 22 ditë nuk ishte vetëm një vend ku kaluan kohë, por një hapësirë ku ata mësuan të luftonin për dashurinë dhe për fëmijën e tyre. Mrena 24 ore mu ka ndru komplet jeta. Normal që kom qenë gatshme në kuptimin mu bo nënë gjithsesi, mirë po kom menu që përjetimi jemi parë me Benin kom e qenë si përjetimi çdo nëne, me pas fëmiju në afër, mi qëndru afër kur lind, me kuptu lajmin që jom bo nëne, fëmiju shëndosh edhe ndaj prindërve, vëllezërve, motrave, kështu që krejt kjo është kthy në një diçka tjetër. Kushdo që ka, na ka pa që ka një shqetësim mrapa edhe shoqëria dhe gjithëve që ju kemi tregu, i kemi thonë unë e kam lind, unë e mirë jam, po fëmiju nuk është mirë. Edhe ma ndej me njerë kam fillu edhe shoqet e mia të ngushta, edhe familjarë, në armi na vizitu, sepse kemi kalu 22 ditë në spital të shtetit. Do me thonë, nuk ka qenë qëndrim i shkurtër. Por sa e mbështetën atë institucionet shtetërore në gjithë këtë rrugtim. Unë kom pas fat me rrethin familjar edhe me shoqërinë cilën e kam përreth, me thonë drejtën. Nuk jom di asnjëherë para gjykume ose e lajnu në anash. Mendoj që frikat dhe pikpyetjet që i kom pas, unë i kam pas edhe ata. Mirë po të më pa mu edhe bashkëshorten që na kemi mbri në atë stad që ka do që na kanë thonë mjekët e fushës, na kemi ndërmarë hapat që është dashur mi ndërmarë, edhe kemi pa në drejtim të asaj që zhvillimi është i ngadalshëm, sfidat janë shumë të mëdha, mirë po ju duni me kuptu që Beni mundet me mbri diçka në jetë,
edhe kështu që ajo që e mbrin qofte dhe minimale, ka me qenë një sukses për juve, se keni mësu me i pa që prej gjanave të vogla, njët kanë metodok shumë të mdhaja, për dallim prej andrave tjera që prindërit mundën me pas për fëmijët. Sa i përket shoqënisë, kam pas për krajen maksimale dhe ju jam shumë mirënjohëse. Sa i përket shtetit, institucioneve shtetërore, jo, nuk është që përveç shoqatës Down Syndrome Kosova, që ka qenë idere e hapur për neve si prind të ri, dhe na jemi drejtu, kemi marrë informatat kryesore, na kanë këshillu çfarë mundemi me vepru ndaj benit, cila terapi mundemi me i përfitu prej shoqatës. Mirë pa ajo shoqatë ka qenë mbajtur në kam prej një përkraje minimale për shtetit. Flas para 11 viteve, sigurisht ma herët edhe ma sfiduese. Tash e shoh një përkraje pak ma të madhe, mirë po prapë nuk është në nivelin që duhet jetë. Qëndrueshmëria e institucioneve, qoftë të atyre që merren me fëmijët me Down syndrom, qoftë me autizëm apo çfarëdo lloj sindromi tjetër, nuk ish dashur me u mvar prej bazës vullnetare, prej ngritjes së donacioneve që personat përgjegjës në shoqat i ndërmarrin. Shtylla kryesore dhe mbështetja kryesore ish dashur me qenë prej shtetit. Jo me thonë këtë vit kemi kaq fonde, muj me ofru kaq terapi, e vitin tjetër me u prekupu prap me fillu prej zeros. E për Gresën, një shqetësim shumë i madh mbetet para gjykimi i shoqërisë ndaj këtyre fëmijëve. Shikom, vetë prej pamjes, fëmijët me Down syndrom karakterizohen me një pamje ma ndryshe. Dashte dhe s'dashte ka me ra në sy fëmijët, edhe njerëzit kanë me kthy kokën, ndoshta ose kam ju bo përshtypje edhe veç kur e shohin si fizik. Për vete, bashk edhe me familjen cilën e kam, nuk më bëm përshtypje a kthen dikush kokën, a e shef me një sy ma ndryshe. Mirë po, kisha pas një apel. Është mirë mundu me u kursy prej shikimeve që dikush e ndjen, nuk ka arrit me e të i kalu, dihet i paragjykum edhe mundet mu lëndu. E di që nuk janë qëllimshme, po është mirë me mendu një shike me yti sa mundet me ndiku te një person tjetër. Mandej, themi që i pranojmë, po unë nuk mendoj që i pranojmë me sinceritetin ma të madhë. Çka kishin mujt me bo prindërit, unë mendoj që ish dash me fillu qysh prej kur fëmijët janë vegjël. Nëse ndëgjon që në objektin ku ti jeton, ose në lagjen ku ti jeton, është një fëmijë me sindromën Down, është një fëmijë me autizëm, ndoshta është mirë ndonjëherë edhe me trokitë nder, mi thonë unë e kam një fëmijë të moshës fëmijët tonë, a mundemi edhe me karocë mi shëtit bashkë, ose a mundemi para lagjes me dalë me lujt bashkë. Qysh kur janë vegjël, fëmijët mësohen me pa, një ftyrë ma ndryshe edhe natyrshëm vjen për krahja. E jo me u ballafaqu kur shkojnë në shkollë, e kur hynë në klasë thonë e kemi një fëmijë ma ndryshe, po nuk di me përshkru pse e kanë. Nuk besoj që ndalen prindërit shumë edhe me i fol fëmijëve që një jetë, ndoshta edhe unë nuk isha ndalë, nuk e di, por prej përvojës që e kam për marrë shkas me thonë që pse mos ta shpenzojmë edhe një kohë ku flasim edhe për njerëzit që janë ma ndryshe. Edhe ajo pastaj fillon gradualisht, e bën në ndryshimin, sepse kur të shëtët nën ose bab, kjo është një fëmijë që ti mund ke fol edhe unë e po shoqnona me te. Kështu e shoh, nuk e di nëse... Tashmë Beni është harmonia e kësaj familjeje, ku çdo moment sjell vetëm gëzim e lumturi. Mirë po, prej këtyre fëmijëve e para gjë që e mëson është dashuria pa kusht. Unë nuk di që ka dashuri më të sinqertë në jetë se dashnia që ofrojnë këta persona. Sepse nuk arrin me fut në kanar gjithçka, me bu një matematikë mbrapa, edhe me thonë ta bëj këto për nanën ose babën, vllahun ose motrën se shpërblena me diçka. Gjithçka ju vjen natyrshëm. Beni në një situatë ku ti mundesh me qenë i rëndum emocionalisht,
besom që arrin me kuptu që ti s'po nihesh mirë edhe veç të vjen afër, edhe të shikon dritë në syve, si kur me thonë që unë jam këtu për ty. Më thonë, kjo është që mu më bënë mas shumë të përshtypje. Edhe në familjen tonë, me që Beni ka edhe një vlla dhe një motër, Bardhin edhe Zanën, gjithë shka ndohet mes kësaj treshe, unë e quaj tresha fantastike, sepse pavarësisht kur na është rekomandu që t'i keni spaku dhe 2 fëmijë me i ndihmu Benit në zhvillim, ka pas periudha kur kam thonë pse, se mbrana 38 mujve jo mbonane 3 fëmijëve. Njëkohësisht edhe kam punu, kam pas angazhime tjera, ka qenë shumë, ama shumë e vështirë, nuk muj me përshkru me fjallë. Po mandej t'u i pa, t'u rrit, lidhshmërin që e kanë mes vete, po thëmë ndoshta shpërblimi maj madh njët, edhe ja kisha uru se cilit, me pas një rrugtim t'il, një fëmijë mbrapa këtyre fëmijëve, njët përmbush gjysmën tjetër që prindit mundet me i mbet e zbrast, 2 e sheh kombinimin e 2 dashnive ndryshe, edhe pastaj ajo të krijon një atmosferë dhe mburrësh me ato që arrin. Kemi momente të mira, kemi momente gazmore, Benit i pëlqen shumë muzika, shpeshherë zani ngritun i muzikës, volumi është maksimum në familjen tonë, jemi bodhe na pak ma të hareshëm karshiti, udhëtimet e gjata me vetur shumë i ka qef, është ma i kufizum, nuk muj me thonë që kemi arrit ndoshta me zbulu një talent, mirë po, ajo që ka i pëlqen për momentin na e dim, edhe mundohemi me bo, kështu që kështu është jeta jonë paka shumë. Të dua. Të dua. Jo, nuk i ka mungu asnjë herë, kështu që unë për vete kam dritë syve, thash edhe ma herët, unë i kom dashur fëmijë gjithmonë. Beni është shumë i veçantë, është mrekulli, përveç që është fëmiu im, është një fëmijë që burimi i gjithë shkafit njët për mu fillon edhe mbaron te Beni. Edhe një ditë shumë e lodhshme, edhe një dhimbje shumë e madhe për mu, në momentin që e kam Benin përpara, më ndron gjithçka. Beni, Bardhi dhe Zana janë forca edhe dashnia e pashtershme, një diçka që kur njët s'ka me mund asnjë lloj sfide. Kështu që kështu uroj me qenë edhe besoj edhe për çdo prind është e njëjtë, jo veç për neve. E Gresa këtë e thot me siguri. Pa bashkëshortin tim nuk do të kishim arritur këtë. Kjo është lufta jonë dhe ne luftojmë së bashku. Ajo bën thirrje për çdo bashkëshort ta vlerësoj dhe mbështes partneren, sepse vetëm bashk mund të kalojnë çdo sfidë. Në fakt, unë jam shumë mirënjohëse për një person, më falni që po e them ndoshta publikit, e dikush mundet me e thonë po e bën për televizion, se sinqerisht nuk e bëj për televizion, e ndjej. Jam shumë mirënjohëse dhe jam shumë e fat që kam përkrah një bashkëshort si Alerti, pja ndoj edhe emrin, edhe pse ai nuk ka qef me dalë shumë publikisht, sepse në shoqërinë tonë kam has në familje ku gruaja është fajsu për lindjen e një fëmiu me nevoja të veçanta, që unë mendoj që është gjithçysh e padrejtë dhe e papranueshme. Fillimi është shumë i vështirë dhe jo gjithë njerëzit e përjetojnë dhimbjen edhe gjejnë forcën. Jo pashka si mora shembuj ata plumba, sepse unë prej plumbave edhe prej besimit në Zot kam thonë që prej dashnisë që e kam pas për fëmijë më herët, aty e kam gjetë forcën. Mirë po mos ta kisha pas për krah edhe një bashkëshort i cili të më pa mu që po mbana e forcë, unë mendoj që nana është shtyll prap se prap nga aspekti i ndjeshmërisë, i rrëzimit emocional dhe i thyrjes shpirtërore, nuk besoj që mundet më thy ma shumë jetë dikush se sa shpirti një nane. Më ka pa mu edhe besoj që një element ka ndiku që unë nuk po dorëzona. E dyta, na jemi informu drejt në kohë
cilat janë sfidat dhe çka na prat. Kjo është shumë e rëndësishme. Pjesa tjetër pastaj, nëse ky fëmijë ose cili do fëmijë është fryt i një dashnie, njët nuk ish dasht me leju çkado që përballemi mos me pas atë dashni edhe ma tej përjetësisht. Sepse betimin që e bojmë fillim është që kemi me qenë gjithmonë bashkë në të mirë e në të keq. Edhe kështu ish dasht me na përcjell gjatë gjithë jetës. Une mendoj që duhet me ecik edhe me pa një përkraje që mu ma ja bashkëshorti im, me pa edhe bashkëshortë të tjerë që shumë e rëndësishme me dhonë ndaj një famne. Sepse fundja po flasim për fëmijën, i cili është fryt i të dy prindërve, nuk është vetëm i njënit. Pa përkrajen e qiftit, askush njek nuk mundet me ardhë dhe me të bo ma krah se sa shtylla që ti e gjenë edhe e ke brenda familjes, është e pa mundër. Na nuk është që s'kemi pas vështërsi ose nuk kemi. Mandej kemi ndo edhe përgjegjësitë, sepse ti për me pas një familje, dush edhe me mbajt atë familje dhe dush me qenë e gatshme m'ju dalë mbanë gjitha obligimeve financiare, çdo lloj forme tjetër. Unë punoj edhe një pjesë madhe tjetër e kaloj në punë, ajo është një sakrificë. Mirë po na jemi kuptu me zveta, jemi ullë dhe kemi bo një bised kush çka po merr përsipër. Edhe mendoj që komunikimi i sinqert, edhe kur ulesh edhe bisedon drejt, e qet në letër, cilat janë sfida, çka duhet me ndërmarr, që aty fillon gjithçka. Duhesh mu ullë edhe thjesht me e pa, çka duhet me bo na dy, kush çka merr përsipër, edhe mandej e bën një farë programi, një plan program tjetës, edhe vazhdon, edhe operon. Kështu që këto e kemi bo na dy. Edhe ku ardhë mandej edhe natyrshëm, mendoj që është edhe njerëzore, kështu që ne jemi njerëz dhe unë e kisha dasht me urrit mashkuj, me frymën njerëzore, me frymën e respektit, vlerësimit femrës, dhe sigurisht që edhe femra me qenë e kompletume, e ndershme, me kuptu rolin e saj në familje, sepse jetat ndryshon. Me një fëmijë me nevojat veçanta apo me një fëmijë pa nevojat veçanta, ti e nën edhe ki disa obligime që janë të pashmangshme dhe duhesh me qenë e gatshme për ato obligime. Gresa gjithashtu ka një mesazh për nënat që mund të përjetojnë të njëjtën sfidë. Ajo i inkurajon të mos dorëzohen, por ta pranojnë dhe ta duan fëmijën e tyre pa frikë. Vetë fakti që e kemi privilegjin me përjetu ndjenjen e të qenurit nën, qysh kur e kuptojmë që kemi me sjell një fëmijë në jetë, e kemi një vlerë shtesë edhe e kemi një forcë që është e ndryshme për asaj që e kemi pas më herët. Rrugtimin dhe jetën që ka na pret përpara asnjëherë nuk mundemi me ditë, nuk e kemi në dorën tonë. Në mos kjo sfidë mundet me na dalë një sfidë tjetër. Fëmiu është pjesa më e ndihshme e nanës. Është ajo që ka ti e ki për mbrenda. Vetëm mos ta harojnë që për me sjell atë fëmijë në jetë e ke pas pjesë të brendshme të trupit, të zemrës edhe të gjithë qenjes tone. Dhe ti e ki një obligim përveç se moral, e ki një ndjesi hyrnore që ish dasht me e mbajt mend gjatë gjithë kohës. Momenti i parë kur ti e kupton nuk është i lehtë. Benosh, nuk është i lehtë, mirë po afrohu me njerëz që din me të këshillu drejt. Afrohu me njerëz që ta tregojnë të vërtetën, realitetin që ka të pret. Dhe afrohu me njerëz që nuk të vajtojnë. Po afrohu me njerëz që gjej një forcë që buron dikon dhe mundohen ty me ta dhanë, ti me ecë përpara. Nuk duhet mu dorëzu. Nuk ka zgjidhje, prej dorëzimit nuk ka asnjë fryt. E vetmja që ka mundesh me përjetu është zhgënjim dhe me ushu një jetë. E nuk ja vlen me ushu një jetë përderisa ke qenë e bekume me përjetu ndjenjen e të qenurit nanë. Unë kështu e shoh. 1, 2, 3.
Atëherë të nderuar shikues, erdhëm drejt fundit dhe duhet të falenderoj partnerët tanë të cilët të bëjnë të mundur realizimin e këtij emisioni, Poliklinika Shoshi, Uji Miros dhe Ana Derm. Faleminderit shumë nga ju. Gjithashtu ne shihemi javën tjetër me të tjera emocione. Natën e mirë, mirëmbëjtje.